Sale, po më pse jo, besë unë, më fshet as nuk thras. Sigurisht që jo. Po, Sale me ftare nga Mitrovica për ndryshe vetë. Pa? Unë për ndëgjoj këtu diaspora me votu. Unë jam diaspora, votoj, e kënaqet e kisha pas një propozim, që ta diasporës që votojnë, të kthehen gjatë ati mandate që të votojnë atje dhe le të jetojnë në Kosovë, le të shohin jetën se qysh po jetohet. E jo na po jetojmë ka në diasporë, kushtet i kem normale, edhe na jep Albini ka 100 euro. Kur vjen zgjedhjet, për fëmijëna... Pra ti thua që ata që vinë të votojnë në Kosovë, vinë edhe të jetojnë, apo? Po, të jetojnë mandatën të cilën në votojnë, të shkojnë aty, të jetojnë, edhe të shijojnë jetën atje. Jo, të jetojnë në Gjermani, apo në Zvicër, e pastaj ta jo kem drejt. Kërkush që më anë atë drejt. Unë votoj e krejt, a o mirë, nuk o mirë. Më thuaj, që shë parashe situatën në Kosovë tash pas zgjedhjeve, çfarë duhet të ndodhë? Koalicioni me LTK s'bën me ndodhë kurse se. Pse? Pse koalicioni me LTK nëse ndodhë, Albini e ka tradhtu LTK. E ka tradhtu, ja ka jetë ka kem velimun. Nuk bën me votu, me shku LTK me Albinin. Që s'di sa e shkatroj LTK në Albini. Me ranë, me propaganda, me këto. Po thojnë Mitrovica me pëtar nga këto, po nalën më se unë e di, kur jam shku në 2001 dhe në beqituit, era shkromi ka orë Kosovës. Era shkromi ka orë, pej Prizeni që jemi i dera atje, i kemi mshirë, unë pej shkrumi. Dhe sot ka orë Kosova në gjendje, u barazu me shtetet për rreth, me ndërtime me krejt ato. Dhe zdo qeveri që t'jen, disha përmison. E dim të ura i vetë i kemi pas telas, kemi mujt me kalu atë. Po sot kalon, e ke kalu edhe ma herët, edhe paro Albini. U këthuj treni atje, unë s'jam pro PDK-s, po unë ma shumë jam me LTK-n, po s'ka